Mirë se erdhët përsëri tek Bota e Fshet, një kanal ky që përpiqemi t'i themi gjërat pa doreza, duke qenë njëkohësisht pa anshëm në ngjarjet globale. U bë pothuajse një muaj që kurse shpërndarësit e demokracisë në botë goditi një shtet sovran si Iranin, megjithëse ishin në negociata paqe në Zvicër. Nuk dua të zgjasmë se çfarë përfaqëson Amerika apo Izraeli, sepse tashmë është një temë e konsumuar nga kanali. Por Aleanca ka vendosur rregulla të reja në botë. Fiton ai që është më i fortë. Presidenti Donald Trump si fillim i dha një ultimatum 2 ditor Iranit. Në të kundër do të godiste objektet energjetike i etike për Iranin. Këtë e thot zyrtarisht presidenti i atij vendi, që sipas disa zagarve mediatik në Shqipëri, është vendi më demokratik në botë. Pas ditës së parë doli prap dhe deklaroi se do të pezullonte bombardimet për 5 ditë. Si deklarata njëra është më karagjoslëk se tjetra, dhe personi fjalë është një idiot më vete, por sot do të diskutojmë për goditjen e radhës, që realizoi brenda afatit 5 ditësh, që do të thotë, uron që mbrojtja iraniane të shpërqendrohet, që ky hibrid të vrasë sa më shumë duke i zënë në gjumë. Çfarë goditën kësaj radhe? Goditën objektin më të madh të gazit në Iran. Por me çfarë goditën? Satelitet që ndjekin burimet e ngrota, si zjarret në pyje apo lëshime raketash, regjistruan diçka të çuditshme. Para goditjes, industria e gazit për cilën po flasim në Asalujev, ndriçonte si pemë krishtlindjesh nga flaka e gazit dhe proceseve të tjera industriale. Një sekond pas goditjes, i gjithë kompleksi u fton në plot kuptimin e fjalës. Ky fenomen nuk ndodh gjatë zjarrit, të themi kur nxehtësia rritet. Kjo ndodh vetëm kur shkatërrohet fizikisht infrastruktura që mban gaz nën presion. U zhduk gjurma e nxehtësisë e fushës më të madhe të gazit në botë brenda sekondës. Rrjetet globale të sismografisë së bashku dhe me ato që ndjekin provat nukleare regjistruan se në zorën Asalujeh një goditje kishte një devijim vertikal 0. Kjo do të thotë se forca erdhi vertikalisht nga sipër, me shpejtësi mbi 3 km në sekond. Vala goditëse ishte aq e shkurtër dhe shkatërruese, saqë asnjë fenomen natyror nuk mund të simulohet në këtë mënyrë. Kjo që një goditje e ashtu quajturës goditje kinetike nga orbita. 42 sekonda para goditjes, i gjithë qarkullimi i internetit që nga Ministria e Naftës dhe Gazit u devijua nga ashtu quajtura BGP, hijacking, drejt serverave në Riyadh. Pra nuk që as armë nukleare, as bombë me hidrogjen, po çfarë që në fakt? Quhet armë kinetike. U zhvillua në vitet 60 dhe pastaj nga 67-68 u tha zyrtarisht se u braktis si projekt, sepse me demek nuk plotësonte normat morale të luftës, nëse lufta ka moral. Është një armë që nuk përdor eksploziv, por shfrytëzon vetëm energjinë kinetike të lëvizjes. Përdoret një shufër shumë e fortë prej tungsteni që hidhet në rënit të lirë nga hapësira. Kur godet objektivin, çliron energji të jashtëzakonshme. Përdoret tungsten sepse ka densësi shumë të lartë dhe është shumë rezistent ndaj temperaturave të larta. Nuk deformohet lehtë në përplasje, duke bërë një armë perfekte për tepërtim në bunker, struktura betoni dhe objektet fortifikuara. Quhet edhe Road from God. Gjatë rënjes, arrin shpejtësi hipersonike dhe ka një fuqi jo shpërthyese por shkatërruese. Një shufër e tillë me gjatësi 6 metra dhe diametër 30 cm ka një pesë rreth 8 ton dhe fuqia në goditje arrin nga 90 deri në 100 ton TNT. Të imagjinoni se një bombë GBU-57 që hidhet nga bombarduesi B-52 Spirit ka një peshë 13.6 ton dhe 2.4 ton eksploziv brenda. Ka fuqi shpërthyese 11 ton TNT dhe depërton 60 metra në tokë apo 8 metra në beton të fortë. E kuptoni besoj ndryshimin e madh që ka forca e goditjes. Shufra e lëshuar nga sateliti merr një shpejtësi gjatë rrugës prej 10 Mach, që do të thotë 10 herë shpejtësia e zërit. Arrin deri në 3 km në sekond. Quhet edhe projekti Tor. Pra, Aleanca përdori një armë që ndalohet të përdoret, po kush do i kërkoj llogari? Si përgjigje të kësaj goditje, Irani lëshon naftë në gjirin e Hormuzit, duke ditur që nafta prish motor të anijes. Nga ana tjetër, Aleanca shkatroi internetin që mbante në komunikim ushtria iraniane,
Dhe kjo u realizua me anë të operacionit Midnight Hammer që folëm me emisionin e kaluar. Shikoni se sa inteligjent është ky software. Sulmon sensorët PVC që ndodhen tek sistemet e ventilimit në të gjitha fushat e industrisë. Ata e arrin këtë sepse këto komponentë vegjël prodhohen në vende të tjera ku ti nuk dyshon dhe nuk i kontrollon dot. Edhe kur telefoni ynë është i fikur, ne prap survejohemi. Virusi sinjalizon procesorët se temperatura është në rregull, kështu që ventilatori nuk ka nevojë të ndizet. Pastaj virusi sulmon procesorin dhe detyron të bëjë kriptografi, duke detyruar të punojë fort dhe natyrisht të nxehet, ndërkohë që ventilatori nuk punon, se ka marrë informacione e gabuar se temperatura është në rregull. Në këtë mënyrë vjen momenti i përplasjes së aparateve, duke shkatëruar komplet linjën apo një industri të tërë. Në qoftë se ju kujtohet vjet, ky që sulmi që realizoi Mossadi nëpërmjet njësisë 8200 ndaj ushtarakëve në Liban dhe jo vetëm. Është pikërisht ky harraci që paguhet si rezultat i digitalizimit të ekonomisë. Nuk ke nevojë të hedhësh asnjë fishek, por mjafton të kryesh një sulm cyber kibernetik. Nga ana tjetër kemi diçka tjetër shumë të çuditshme që ndodh në gjirin e Hormuzit. Ekzistojnë anijet e bardha apo anijet zombi, pikërisht si tek filmat e Hollywoodit. Çfarë janë këto anije? Firma shumë të fuqishme në rajon që janë pleksur në këtë luftë, për të ruajtur të dhënat e tyre, lëshojnë këto anije të quajtura të bardha, të cilat nuk kanë asnjë lidhje komunikimi me lidhje digjitale. Ka në bord pajisje të tilla që pengojnë radarët, pajisje GPS dhe çdo sistem tjetër të valve shkurtra që janë të shpërndara në atë zonë. Përveç kësaj detyre, këto anije zombi kryejnë edhe diçka tjetër. Lëshojnë aerosole në ajër për të bllokuar apo ngadalësuar komunikimet midis ushtrive të ndryshme në rajon. Sado që të duket e çuditshme, këto anije janë të ushtrive private. Ju kujtohet besoj Prigozhini me ushtrim private Wagner në Ukrainë. Pikërisht këtë punë bëjnë këto ushtri private, që të pengojnë raketat iraniane që të godasin objektiv në Arabinë Saudite, Katar, Emirate me radhë. Diçka tjetër e çuditshme ndodh në hapësirë. Ndërkohë që elektronika për vit bëhet më e lehtë dhe më e vogël, çuditërisht satelitët në 2026 kanë më shumë peshë. Arsyeja është se satelitët nuk kanë vetëm qipa, por edhe wolfram, i cili është një nga metalet më të dëndur në planet, pothuajse 2 herë më i rëndë se plumbi. Kur ne shohim një satelit i cili zyrtarisht shërben për internetin dhe ndërkohë peshon 5 ton, kjo do të thotë që brenda tij përmban shtiza të tilla gati për lëshim. Që satelitit qëndrojnë në orbitën e ulët, ndërkohë që mbart një peshë të tillë, duhet të harxojnë sasi të madhe karburanti, ose shfrytëzojnë motorët ionik me presion të madh. Është pikërisht kjo armë me anë të së cilës janë goditur edhe bunkere nëpër male. Dhe le të hidhemi tani prapë në Serbi dhe të kuptojmë se ç'po ndodh. Çfarë po ndodh me fondet investuese saudite? Ndërkohë që Emiratet e Bashkuara Arabe fokusohen tek infrastruktura, sauditët po ruajnë diçka shumë më të rëndësishme: listat digjitale të pronarëve dhe marrëveshjet e naftës. Logjika thosë se nëse operacioni Terminus, për cilin kemi folur, djeg serverat në Riyadh, ata humbin të dhënës se kush i ka në pronësi fushat e naftës. Për këtë arsye, sauditët nuk besojnë asnjëherë në perëndim, sepse kanë frikë ngrirjen e aseteve të tyre, njësoj si asetet ruse. I vetmi port neutral në këtë rast është Serbia. Nga ana tjetër, kinezët nuk ruajnë vetëm të dhënat, por edhe algoritmet. Është vënë një migrim gjigant të dhënave nga bazat e Greqisë dhe Hungarisë drejt Beogradit, sepse Kina shfrytëzon Serbinë si firewall kundrejt Europës. Ata e dinë se po filloj një luftë e përgjithshme kibernetike Shtetet e Bashkuara Kinë, të dhënat në Europë do të goditen të parat. Serverat në Beograd janë pajisje kineze, kurse elektriciteti serb është i sigurt. Gjithashtu flitet se disa banka private nga Zyriu, në mënyrë të fshehtë, kanë kaluar çelësat kripto, të shtuquajturat cold storage, në disa bunkere në rrethinat e Beogradit, sepse Zvicra nuk është më e sigurt. Ata kanë frikë se në rast falimentimit total të Citibank, serverat e bankës do të konfiskoheshin për të ashtu quajturën stabilitet global. Në Beograd në këto të dhëna nuk ka jurisdiksion asnjë që të hyjë në objekte ushtarake dhe të kërkojë dokumente të bankave zvicerane, po kështu edhe rusët. Ju kujtohet kur Milorad Dodik shkoi në Izrael
ndërkohë që qenë fuqi urdhë ndalimit. Nuk u morë vesh se çfarë u thanë takim, por pastaj shkojnë në Amerikë dhe papritur, Miloradit ju hoqën non gratën, sepse tashmë që bërë buri mirë. Është pikërisht dhënia e hapësirave në Ballkan që i bën të pamposhtur udhëheqësit tanë. Dhe e dyta është përparësia e rrjetit tonë elektrik, i cili është i vjetër, por çuditërisht i pahakerueshëm. Edhe diçka tjetër e çuditshme. Të gjitha të dhënat ruhen në të njëjtat servera, qoftë këto të dhënat sauditëve, qoftë kinezëve, qoftë izraelitëve e kështu me radhë. Edhe vetë Irani, pas goditjes kibernetike, ka dërguar në ruajtje të dhënat sensitive në server të vendosura në tunele. Si u zbulua kjo e dhënë? U vure se paketa më të mëdha që duhet të drejtoheshin drejt shtetit të Iranit, papritur ndruan drejtim, në vend që të shkonin me kable në ujore drejt gjirit persik, filluan të drejtohen në Beograd dhe në Zemun. Është si të çosh një letër në Tiranë dhe atë përfundojnë në rrugë në Zemun. Pra që ta përmbledh, kur analizohet ky trafik të dhënash në internet, vihet re se janë paketat koduara të quajtura UDP, që do të thotë se brenda një pakete është fshehur një paket tjetër ushtarake. Ky quhet tunel digital. Dërgon nga Zemuni një komandë, ajo kalon nëpër internetin global e kamufluar si diçka e parëndësishme dhe pastaj kalon brenda rrjetit iranian, nga ai që ka mbetur nga linjët satelitore, si një urdhër komande i drejt për drejt. Vučić nga ana tjetër deklaroi para disa ditësh që ne kemi naftë. Europa ka naftë dhe maksimumi një muaj, thot inteligjenca artificiale, dhe për këtë jam e sigurt 85%. Çfarë ka ndodhur ndërkohë që Vučić deklaron se kemi naftë dhe nuk do të kursejmë? Nëpërmjet Rumanisë dhe Hungarisë është futur një sasi e madhe nafte, natyrisht ruse, dhe është depozituar nëpër tunelet gjysmë të zbrazura të kohës së Jugosllavisë. E kuptoni besoj tani sa e rëndësishme që Shqipëria nuk kishte asnjë arsye që shkatërronte industrinë e naftës në veçantë. Maksimumi do të nevojiteshin $20 milion për ristrukturimin e gjithë kësaj industrie dhe duke patur një rrjet elektrik me hidrocentrale, do të bëheshin pa lëvizur gishtin superfuqi në rajon dhe mos më thoni se nuk na kanë lënë shërbimet e huaja. Jemi ne që shitemi. Në qoftë se Europa ka dhe të themi një muaj rezerva nafte, çfarë po përgatitet? Rastësisht erdhëm tek Agenda 2030, apo gjithçka që e planifikuar. Kuptohet se Amerika dhe Rusia nuk kanë problem me naftën. Kina nga ana tjetër merr naftë nga Rusia, kështu që problemin e ka Europa dhe një pjesë e lindjes mesme, si dhe disa pjesë tjera të botës. Europa përgatitet që të vendosë bono për naftën. Bono që do të jenë të formës digjitale dhe bashkë me të do të vendoset idea digjitale, dhe kjo ka filluar të marrë kuptim. Kur ti disponon server në një vend të huaj, siç kanë aktualisht shumë shtete në Beograd, dhe më shumë gjasa, edhe vjedhja e të dhënave digjitale tona duhet të kenë përfunduar në Beograd, kjo qendër të dhënash, kjo data qendër, është praktikisht kancelaria e një shteti. Nuk e di apo më kuptoni. Nuk ka nevojë të jesh në Shqipëri që të komandosh shqiptarët. Mjafton të kesh në dorë gjithë të dhënat digjitale të tyre, ndërkohë që bën plazh në Tajland, themi. Logjikisht, pritet një krizë e madhe, për të cilën, si tham, inteligjenca artificiale thotë se është 85% e sigurt që do të ndodhë. Çfarë është 15% që mbetet? Faktori njerëzor. Popujt, përpara se të vendoset idea digjitale, të rebelohen, duke shkatruar infrastrukturën, repetitorët, serverat, kablot. Në qoftë se një pjesë gjithmonë e më e madhe e njerëzit nuk pranojnë mashtrimin digjital, serveret në përbunker nuk mund të funksionojnë normalisht nga sasia e madhe e dënimeve për padisiplinuarit. Një shtresë e caktuar e popullsisë, si politikanët dhe ajo armatë që i shërben establishmentin, do të kenë gold ID, natyrisht për shërbimet e tyre të vyera në dëm të popullsisë botërore. Inteligjenca artificiale nuk gabon me të dhënat e saj, dhe thot gjithashtu se gjatë 22 ditëve të rezervave të naftës, sepse 30 ditë maksimumi e vura unë që të mos gaboj, pra gjatë 22 ditëve do të fillojnë nga pak kufizime. Si fillim do të rriten çmimet dhe pastaj hapi i dytë do të jenë listat e prioritetit. Idea digjitale nuk krijohet për të lënë pa gjë 500 milion njerëz, po për të kontrolluar urrëtitjen që krijohet.
Kur sistemi të thotë se nuk ka naftë për makinën tënde, por ke 20% ulje për energjinë elektrike, nëse ri në shtëpi, natyrisht që ti do zgjedhësh të rish në shtëpi. Nëse ke ID digjitale të lidhur me llogarinë bankare, sobën, frigoriferin, lavatricen e kështu me radhë, ata ta fikin me një shtypur të butonit, që kontrollorët e botës të shmangin sheret në pompat e naftës, e vetmja mënyrë është që të kontrollojë në mënyrë digjitale çdo litër nafte, dhe infrastruktura është gati. Kodet QR, biometria, portofola digital, Bitcoin, gjithçka është e testuar. Ata nuk e vendosin ID-n digjitale sepse ajo është revolucionare, por se është e vetmja mënyrë që të komandojnë. Kur nuk ka bukë për të gjithë, duhet të kesh një listë se kush duhet të hajë dhe kush jo. E gjitha kjo po ngjet sepse energjia po shkon në anën e inteligjencës artificiale dhe 90% e racës njerëzore nuk është kaluar tashmë nga inteligjenca artificiale. Kam një kohë të gjatë që dyshoj shumë se të gjitha këto luftra bëjnë pjesë tek teoria e kaosit, ndërkohë që ne pozicionohemi, ndoshta edhe më të drejtë, nga njëri krah apo tjetri, elita po shpejton për vendosjen e ID-s digjitale. Me shumë gjasa, gjatë këtij viti dhe në vazhdim, do të kemi një lloj pasaporte energjetike, ID digjitale për karburant dhe energji elektrike. Çfarë është teoria e kaosit për ata që nuk e dinë? Teoria e kaosit është një fushë e matematikës dhe fizikës që studion sisteme që duken të çrregullta, por në fakt ndjekin rregulla shumë të sakta, vetëm se janë jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj kushteve fillesare. Fillon me ndryshime shumë të vogla në fillim dhe pastaj, në fund, ka pasoje shumë të mëdha. Përse quhet kaos? Sistemet duken të paparashikueshme, edhe pse ligjet janë të qarta. Rezultati final bëhet shumë i vështirë për t'u parashikuar. Nuk është kaos pa rregulla, është kaos me rregulla të fshehura. Përse duket sikur po përgatitet diçka? Situatat globale janë shumë të tensionuara. Informacioni që qarkullon është i fragmentuar dhe mendja jon kërkon një logjik të madhe pas këtyre ngjarjeve. Ne urojmë, apo unë uroj, që Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara apo Hazaru Çifutët ta gjejnë siç e meritojnë. Por a është vallë kështu, apo po luhet diçka më e madhe, ku me ardhjen e inteligjencës, ne si ras njerëzore nuk i duhemi as dreqit. Do ta mbyll me një shprehje brilante të Rumit, një poet, filozof dhe mistik i madh i shekullit 13. Ka lindur në Afganistan, në qytetin Balkh, dhe jetoi pjesë më të madhe të jetës në qytetin Konya në Turqi. Rumi ishte pjesë e traditës sufizmit, mistika islame kjo, dhe mësimet e tij përqendrohen tek dashuria universale, bashkimi me hyjnoren, kapërcimin e egos dhe materializmit, si dhe njohjen e vetvetes si rrugë drejt së vërtetës. E pyetën se çfarë është mëkati. Mëkati, tha, është posedosh atë që nuk e ke të nevojshme. Ishit tek Bota e Fshet, regjistroni dhe deri tek emisioni i radhës, mirupafshim.